Ministria e Punëve të Brendshme po heton priftin dhe policët që kryen rituale fetare në automjetet e policisë. Kryeministri Mickoski paralajmëron gjoba të larta për marketet që rrisin çmimet pa kriter. Hulumtimi i Institutit të Shëndetit Publik tregon se çdo i 10 adoleshent ka marrë ilaqe kundër dhimbjes për t'u ndjerë të relaksuar. Krerët e shtetit urojnë besimtarët për Krishtlindje, urojnë për paqe dhe mirësi për të gjithë. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Publikimi i fotografive ku policë të komunikacionit së bashku me një prift bekojnë automjete zyrtare të policisë ka shkaktuar reagime të ashpra në opinion. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se kontrolli i brendshëm po heton rrethanat e këtij veprimi, i cili u thelësua si shkelje e parimit të shtetit laik. Zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Hiseni paralajmëroi përgjegjësi për të gjithë ata që e kanë organizuar, lejuar apo nuk e kanë penguar këtë akt. Publikimi i fotografive ku disa policë të komunikacionit së bashku me një prift shfaqen duke bekuar automjete dhe objekte zyrtare policore brenda rrethit të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka nxitur reagime të ashpra. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se Departamenti për Kontroll të Brendshëm po ndërmerr masa për përcaktimin e plotë të rrethanave që lidhen me fotografitë në të cilat shihet një rit fetar mbi automjete zyrtare policore. Zëvendës ministri i Brendshëm Astrid Hiseni ka cilësuar këtë veprim si shkelje të drejt për drejt të parimit të shtetit laik dhe të ligjet, si dhe ka paralajmëruar përgjegjësi për të gjithë ata që e kanë bërë dhe lejuar këtë veprim. Policia është në shërbim të gjithë qytetarëve dhe nuk mund të veprojë me standarde të dyfishta. Përgjegjësi do të mbaj të gjithë ata që e kanë organizuar ose lejuar këtë veprim, ata që nuk e kanë penguar, si dhe personat që kanë mundësuar hyrjen e personit fetar në objektet e MPB-s. Hiseni thotë se veprimi është kryer nga disa pjesëtar të një njësie të policisë së komunikacionit në bashkëpunim me një person fetar dhe nuk pasqyron qëndrim zyrtar apo veprim institucional të ministrisë. Spërkatja me ujë të shenjtë mbi automjete dhe objekte zyrtare nuk mund të konsiderohet akt privat fetar, por përbën përzierje të papranueshme të fesë me institucionet shtetërore. Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut në nenin 19 garanton ndarjen e bashkësive fetare nga shteti, ndërsa ligji për policinë kërkon neutralitet të plotë dhe të pakushtëzuar. Sipas fotografive të publikuar, automjetet që spërkaten nga prifti janë pjesë e 120 automjeteve të reja, zyrtare të MPB-s, të promovuara më 26 dhjetor në një ngjarje ku morën pjesë edhe ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, por edhe kryeministri Kristian Mickoski. Nga MPB-ja atëherë u bë e ditur se automjetet e reja Peugeot 408 janë pjesë e procesit të modernizimit të policisë, i cili synon krijimin e një shërbimi policor profesional, efikas dhe bashkëkohor. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëron dënime më të rrepta për supermarketet që nuk e respektojnë ligjin dhe rrisin çmimet pa kriter. Ai paralajmëroi kontrolle të shpeshta në të Inspektoratit Shtetëror të Tregut për të frenuar këtë dukuri që dëmton xhepin e qytetarëve. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëron dënime më të rrepta për supermarketet që nuk e respektojnë ligjin. Kryeministri prej që inflacioni vjetor të jetë rreth 4%, ndërsa bëri me dije se do të ketë kontrolle të përforcuara inspektuese dhe ndryshime ligjore me gjoba dukshëm më të larta për zinxhirët e marketeve që shkelin rregullat mbi praktikat e padrejta tregtare. Mendoj se rreth 4% do të jetë inflacioni vjetor, këtë e flasim me muaj dhe atë që ne e bëjmë janë kontrollet e shpeshta të Inspektoratit Shtetëror të Tregut, kontrollet e shpeshta të Komisionit për Mbrojtje të Konkurrencës. Do të propozojmë ndryshime ligjore për vitin e ardhshëm, me gjoba më të mëdha.
për të gjitha rrjetet e supermarketeve që manipulojnë me ligjin për praktika të padrejta tregtare. Për disa prej rrjeteve tashmë kemi dëshmi dhe mendoj se nëse vazhdojnë ashtu, do të duhet t'u vendosin dry derës. Të dhënat statistikore të inflacionit pritet të publikohen më 8 janar. Edhe pritshmëritë e guvernatorit të Bankës Popullore Trajko Slaveski të shprehura në konferencën e fundit ishin që viti të mbyllet me inflacion afërsisht 4%, siç është edhe projekcioni i Bankës Qendrore. Slaveski tha se pritjet për vitin e ardhshëm janë që inflacioni të vazhdojë të ulet dhe të jetë midis 2.5 dhe 3% dhe në afat të mesëm do të arrihen nivele historike të ulta prej rreth 2%. Hulumtimi i Institutit të Shëndetit Publik tregon se çdo i 10 nxënës i shkollave të mesme ka përdorur ilaçe kundër dhimbjes me qëllim që të arrijë ndjenjen haj. Sa i përket kanabisit, 5% e nxënësve kanë deklaruar se e kanë përdorur të paktën një herë në jetë, 4.3% gjatë vitit të fundit dhe 2.6% gjatë muajit të fundit. Pothuajse 10% e nxënësve të shkollave të mesme të moshës 15 dhe 16 vjeçë në Maqedoninë e Veriut kanë përdorur ilaçe kundër dhimbjes me qëllim arritjen e ndjenjes haj, tregojnë rezultatet më të fundit të një hulumtimi të Institutit të Shëndetit Publik. Hulumtimi i realizuar me mbi 2800 nxënës ngre çështje serioze për rritjen e zakoneve të rrezikshme tek të rinjët. Sipas të dhënave, 10.1% e nxënësve kanë pranuar se kanë marrë analgjetik pa nevojë mjekësore, ndërsa 6.6% kanë përdorur sedativ ose qetësues pa recetë. Ekspertët paralajmërojnë se ky lloj keqpërdorimi është veçanërisht i rrezikshëm pasi ilaçet shpesh perceptohen si më të sigurta se drogat dhe janë lehtësisht të disponueshme në shtëpi. Sa i përket kanabisit, 5% e nxënësve kanë deklaruar se kanë përdorur të paktën një herë në jetë, 4.3% gjatë vitit të fundit dhe 2.6% gjatë muajit të fundit. Edhe pse këto shifra kanë mbetur relativisht të qëndrueshme gjatë 15 viteve të fundit, ISHP vlerëson se kanabisi mbetet pjesë e normalizuar e sjelljes së rrezikshme tek adoleshentët. Përdorimi i drogave më të rënda si kokaina, amfetaminat dhe ekstazia është në 2%, por shqetësues mbetet fakti se një pjesë e nxënësve fillojnë përdorimin e kanabisit në moshën 13 vjeç ose edhe më herët, më shpesh djemt se sa vajzat. Hulumtimi zbulon gjithashtu boshllëqe serioze në njohuri, ndërsa alkooli dhe cigaret njihen si të rrezikshme, cigaret elektronike dhe substancat e reja sintetike shpesh nuk konsiderohen të rrezikshme. Besimtarët ortodoks sot festojnë Krishtlindjet, njërën nga festat më të mëdha fetare. Në këtë ditë feste, krerët e shtetit kanë uruar për paqe dhe mirësi në të gjitha familjet. Besimtarët ortodoks në Maqedoninë e Veriut sot i festojnë Krishtlindjet, që është njëkohësisht festa më e madhe fetare e tyre. Me këtë rast, urimet për besimtarët ortodoks i shprehen edhe krerët më të lartë shtetëror dhe politikanët. Presidentja Gordana Siljanovska Davkova tha se edhe këtë vit festa e Krishtlindjes do ta forcojë besimin dhe shpresën dhe do ta kujtojë nevojën thelbësore të njeriut për të bërë vepra të mira. Ne në këtë ditë e hedhim një shikim nga vetja, e vlerësojmë veten dhe e pyesim veten se a sillemi vërtet me besim ndaj të mirës, ndaj të bukurës ose ndaj dritës, prandaj është ditë e madhe. Edhe kryetari i kuvendit Afrim Gashi në urimin e tij shpreh dëshirën që kjo festë të sjellë qetësi, shëndet dhe mirëqenie në familje. Kjo ditë përbën një mundësi për të theksuar rëndësinë e respektit të ndërsjellët, bashkëjetesës dhe harmonisë shoqërore si vlerë themelore mbi të cilat ndërtohet stabiliteti institucional dhe demokratik i shtetit. Kryeministri Hristian Mickoski të gjithë krishterëve ortodoks i uron paqe në shtëpitë e tyre, shëndet dhe qetësi në familje, si dhe forcë, siç thot ai, për të vazhduar edhe më të fortë me përgjegjësi dhe dinjitet. Të gjithë qytetarëve ju uroj para se gjitha shëndet, lumturi dhe paqe në shtëpi. Kjo është ajo që kemi nevojë dhe kjo është ajo që është me rëndësi për vitin që vion. Në një prononcim për media, urimet i ka ndarë edhe kryetari i LSDM-s Venko Filipçe. Ai uron të ndërtohet një shoqëri e drejtë dhe e lirë ku të rinjt mund ta shohin të ardhmen.
Ju uroj festën më të gëzuar të krishterëve, uroj festa paqësore, festa të gëzuara për të gjithë besimtarët që e festojnë sot këtë festë. 7 janari është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. 2 kandidatët për kryetar të komunës Gostivarit, Valbon Limani i AKI-s dhe Nevzat Bejta i Vlenit kanë vazhduar takimet me qytetarët e Gostivarit ku kanë prezantuar projektet e tyre dhe kanë kërkuar votat e qytetarëve. Alianca Kombëtare për Integrim ka zhvilluar në Gostivar një takim të zgjeruar me rininë e koalicionit, ndërsa Nevzat Bejta ka zhvilluar takim me banorët e fshatit Raven. Alianca Kombëtare për Integrim në prag të zgjedhjeve lokale të 11 janarit ka zhvilluar në Gostivar një takim të zgjeruar me rininë e koalicionit, duke konfirmuar rolin kyç të rinjve në mobilizmin elektoral dhe në vizionin. Alianca Kombëtare për Integrim në prag të zgjedhjeve lokale të 11 janarit ka zhvilluar në Gostivar një takim të zgjeruar me rininë e koalicionit, duke konfirmuar rolin kyç të rinjve në mobilizmin elektoral dhe në vizionin politik të kësaj force. Në këtë takim morën pjesë kandidati i AKI-s për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani, kryesuesi i Këshillit Komunal Valdet Xhaferi, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, si dhe drejtuesit e shtabeve zgjedhore. Limani falenderoi rinin për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se ata kanë qenë promotor të rezultatit prej rreth 17.000 votash në rrethin e parë zgjedhor dhe se kësaj here do të jenë faktori vendimtar që do ta vulos fitoren. Ai nënvizoi se të rinjët do të kenë një rol të drejtpërdrejtë në vendimmarrjen politike gjatë 4 viteve të ardhshme, duke vënë në pa përfaqësimin e tyre të konsiderueshëm në Këshillin Komunal, ku një pjesë e këshilltarëve të rinj të AKI-s janë pikërisht nga radhët e rinisë. Ndërkaq, kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka zhvilluar takim me banorët e fshatit Raven, ku ka dëgjuar nga afër shqetësimet dhe kërkesat e tyre lidhur me gjendjen aktuale dhe mungesën e investimeve në vitet e fundit. Nga shtabi i Bejtës informuan se gjatë bashkëbisedimit banorët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre, neglizhencën komunale dhe mungesën e zhvillimit. Ata kanë kërkuar projekte konkrete dhe angazhim serioz për përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës. Bejta prezantoi projektet që sipas tij do të realizohen me ardhjen e tij në krye të komunës së Gostivarit, duke theksuar se zhvillimi i Ravenit do të jetë pjesë e prioriteteve të qeverisjes së tij lokale. Kemi një zotim të përbashkët që çdo projekt të realizohet të përputhje me kërkesat e qytetarëve, u shpreh Bejta, duke shtuar se pas fitores së pritshme më 11 janar, komunën e presin shumë punë dhe investime të mira. Zëvendës kryeministri për qeverisje të mirë Arben Fetai ka dënuar ashpër aktet e rënda të abuzimit seksual dhe shantazhit ndaj një të miture në fshatin Slupçan, komuna e Likovës, të raportuara nga mediat. Zëvendës kryeministri nënvizoi gjithashtu se viktima dhe familja e saj meritojnë mbrojtje të plotë, si dhe mbështetje psikologjike dhe sociale nga institucionet kompetente. Mbajtja e fëmijëve të sigurt dhe lufta kundër dhunës seksuale duhet të jetë prioritet absolut i shoqërisë. I bethirje çdo qytetari që të denoncojë çdo rast që të dyshuar të abuzimit, shtoi Fetai. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 200 pacientë në listën e pritjes për organe, 165 për veshka, 30 për zemër, pjesa tjetër për mëlçi ose kocka. Kryetari i shoqatës Nefron Dushko Gjorgjiev tha se disa pacientë kanë pritur në dekada dhe nuk kanë arritur të marrin një organ. RMV ka ekipe mjekësore ekspertësh, njohuri dhe histori suksesi, por ndërgjegjësimi për dhurimin e organeve është ende i pamjaftueshëm dhe dhurimi nga një donator i vdekur. Në vitin 2025, familjet e tyre donatorëve ranë dakord të dhuronin organet e tyre. Në vitin 2024 dhe 2023 patin nga 2 donatorë. Ministria e Tregtisë e Turqisë këtë vit ka përcaktuar 60 vende ndërto dhe Maqedoninë e Veriut si tregje të synuara për eksport, me qëllim zhvillimin e eksporteve drejt tregjeve alternative dhe zbatimin e masave shtesë mbështetëse.
Çdo vit në përputhje me politikat e jashtme tregtare të Turqisë, tregjet që kanë përparësi strategjike dhe vlerësohen me potencial të lartë eksporti, përcaktohen si vende të synuara. Ministria i mbështet kompani që eksportojnë në këto vende përmes mekanizmave të veçantë nxitës. Vitin e kaluar, numri i vendeve të synuara për eksport ishte 55, ndërsa këtë vit listës ekzistuese ju shtuan Palestina, Siria, Maqedonia e Veriut, Hungaria dhe Slovakia. Në RMV pritet moti paqëndrueshëm me reshje të dendura shiu, erë të fortë dhe rënje të shpejtë të temperaturave. Për shkak të depërtimit të një mase të ftohtë ajri që vjen nga veriu, nga 8 janari bora pritet të përfshijë më shumë pjesë të vendit. Moti paqëndrueshëm dhe ndryshimi menjëhershëm i kushteve atmosferike pritet të përfshijë vendin. Reshjet e dendura të shiut, erë e fortë dhe rënja e shpejtë të temperaturave paralajmërojnë kushtet tipike dimërore. Sipas njoftimit të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, gjatë natës drejt ditës së 8 janarit në të gjithë Maqedoninë do të ketë reshje shiu. DPHM thekson se në shumë zona ato do të jenë të dendura dhe rrëmbyese të shoqëruara me paraqitje lokale të bubullimave dhe me erë të fortë nga drejtimi jugor, me shpejtësi deri në 60 km në orë. Lokalisht pritet të bien sasi të konsiderueshme reshjesh mbi 40 litra për metër katror, njofton DPHM. Si pasojë e depërtimit të ajrit të ftohtë nga veriu, sonte dhe gjatë natës reshjet e borës dhe mbulesa e dëborës në male do të shtohen dhe do të zgjerohen, ndërsa kufiri i borës do të ulet. Ulja e mëtejshme dhe e vazhdueshme e kufirit të borës do të ndodhë nga 8 janari, kur bora do të përfshijë më shumë pjesë të RMV-s. Ndërkaq, siç thon nga DPHM, në Shkup dhe rrethin gjithashtu priten reshje të kohë pas kohshme shiu, her pas here më të dendura dhe rrëmbyese, të shoqëruara me erë të forcuar jugore dhe me kushte për paraqitje të rralla të bubullimave. Të paktën 800 banesa u përmbytën dhe 304 persona u evakua në Durrës pas reshjeve të dendura. Një ditë pas reshjeve të dendura të shiut, situata në Durrës duket më e qetë, por mbetet problematike gjendja në disa zona të qytetit, kryesisht në periferi. Edhe në burgun e Durrësit situata mbetet problematike. Oborri dhe kati i parë i godinës ka prani të lartë uji. Mësimi nuk po zhvillohet as sot në disa shkolle, oborret e të cilave janë nën ujë. Uji është tërhequr nga rrugët kryesore dhe nga autostrada Durrës-Tiranë, duke normalizuar qarkullimin, por në disa lagje vijon prania e ujit dhe nevoja për ndërhyrje emergjente. Banesa, biznese, studia afaristash, sipërfaqe të tëra tokash u përmbytën. 10 automjete u dëmtuan nga uji si rezultati situatës së krijuar nga reshjet e dendura të shiut dhe mos funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë për përveçsimin e Grenlandës për fshirje dhe përdorimin e mundshëm të forcës ushtarake. Washingtoni ka ringjallur synimet e kahmoqshme së voni për ta marrë ishullin strategjik, pavarësisht kundërshtimeve nga Europa. Grenlanda ka theksuar vazhdimisht se nuk dëshiron të jetë pjesë e Shteteve të Bashkuara. Udhëheqjes nga fuqitë kryesore europiane dhe Kanadaja u rreshtuan për krah Grenlandës të martën, duke thënë se ky ishull u përket njerëzve të vet. Venezuela do të eksportojë naftë pa përpunuar në vlerë deri në $2 miliardë në Shtetet e Bashkuara, pasi Karakasi dhe Washingtoni arritën marrëveshje për këtë, njoftoi presidenti amerikan Donald Trump. Kjo marrëveshje është shenjë fuqishme se qeveria e Venezuelës po i përgjigjet kërkesës së Trumpit për t'i hapur dyert për kompanitë amerikane të naftës nëse nuk dëshiron të përballet me rrezikun e një ndërhyrje të mëtejshme ushtarake. Venezuela ka miliona fuqi nafte të ngarkuara në cisterna dhe në depo magazinimi, të cilat nuk ka qenë në gjendje t'i eksportojë për shkak të bllokadës së eksporteve të vendosura nga Trumpi qysh nga mesi i dhjetorit.
Ushtria Arabe Siriane njoftoi se 2 lagje në qytetin e Halepit do të përcaktohen si zonë ushtarake të mbyllur, ndërsa u bën thirrje banorëve të qëndrojnë larg pozicioneve të organizatës Forca Demokratike Siriane. Ushtria Siriane do të nisë një operacion ushtarak pas sulmeve ndaj civilëve. Të martën, sulmet nga organizatës nga lagjet të banimit rezultuan në vrasjen e 3 civilëve, përfshirë 2 gra dhe plagosjen e 15 të tjerëve. Përfshirë 2 fëmijë në lagjet pranë 2 lagjeve të mbyllura në qytetin e dytë më të madh të Sirisë. Shikues të nderuar, këtu shënon fundi lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.